Reparti i urgjencës në Spitalin Rajonal të Shkodrës po përballet me një shtim të ndjeshëm të numrit të pacientëve. Temperaturat e larta të ditëve të fundit së bashku me problematika të ndryshme shëndetësore kanë sjellë rritje të fluksit të vizitave. Shefi i urgjencës Ardian Dajti bën të ditur se gjatë 24 orëve regjistrohen deri në 135 paraqitje, ndërsa vjetre një rritje e rasteve me probleme neurologjike. Që se kanë fillu dhe janë paksu numri i katareve të stinës që këna pas ma përpara, tash e kanë fillu dalin pak probleme tjera që lidhen me temperaturat e larta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake. Një tjetër faktor që ka ndikuar në mbingarkesën e urgjencës është edhe numri i lartë i aksidenteve. Po kështu shifet se zgjatja ditës lëvizja për turizmin të janë në rritje numri i aksidenteve. Shohim që ka prej temperaturave të larta ka dhe rritje minimale edhe të pickimeve nga gjarpni ose nga insektet, cilët pa dashje bën edhe probleme për ne. Ndryshe paraqitet situata në pediatri, ku vizitat ditore janë 20 deri në 30 raste, ndërsa të shtruar janë vetëm 4 fëmijë. Të fëmijët nuk duhet të neglizhojnë ardhin në spital, që fillon e para. Pra, jo me njëherë se sa fillon një temperaturë ose sa fillon një diare, duhet marrë në spital. Mendoj që dhe kena thënë gjithmonë që 2-3 ditë e para ndiqen shumë mirë nga mjeku i familjes me këshillat përkatëse dhe mandej se bëhet fjalë për një situatë virale, kur bëhet e tillë, ndërsa në momentin që kjo situatë zgjat më shumë se 3 ditë, atëherë mendohet për një komplikacion, e në këtë rast duhet vinë në spital. Raste të shtuara ka edhe në qendrat shëndetësore, kjo për shkak edhe të turistëve të shumtë. Paraqiten jo vetëm banorët tanë, absolutisht, por edhe çdo turist që viziton zonat tona, paraqitet dhe i jep ndihma e parë. Normalisht dihet që me ardhjen e temperaturave janë ndonjë goditje nga dielli, viroza gastrointestinale, pickimet natyrave të ndryshme, të gjitha paraqiten dhe trajtohen te ne. Apeli kryesor i mjekëve në këto ditë është të shmanget ekspozimi në diell dhe të mos neglizhohen simptomat që kanë nevojë për konsulta mjekësore.